Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjë sa krepit. Si që shikoni, nuk jam në shtëpi, jam në pushime në Kosovë, por dhe këtu po gjej mundësinë t'ju lexoj. Të dashur, jemi duke filluar me një letër që është karroca, që tregon vendosmërinë dhe kontrollin. Të dashur krepër, je në një moment ku duhet të marrësh kontrollin total mbi situatën. Mos lejo askënd të tërheq nga rruga jote. Të dashura krepër, të qëndroni të fokusuar, mos lejo të shpërqendrojnë. E ardhmja është në duart e juaja. High Priestess, intuita, dhe është numri 2. Besoj ndjenjave të tua dhe zërit tënd të mbrëmshëm. Të dashur, jo vetëm për këtë situatë, por në përgjithësi të gjitha gjërave. Instinkti yt është shumë i saktë. Prandaj po them jo vetëm për këtë situatë, por në përgjithësi duhet të dëgjoni apo të ndjeni zërin, të dëgjoni zërin e juaj të mbrëmshëm. Jo gjithçka është e dukshme. Ka gjëra që fshihen, pra të dëgjoni këtë intuitë, jo fjalët e të tjerëve apo çfarë ju thon të tjerët, apo situatat që ju imponohen. Nën të spiralës je shumë afër të arrish atë që dëshiron, por duhet të mbrohesh nga energjitë negative. Po them energjitë negative në kuptimin e asaj mos të kemi frikë, se gjithmonë kapemi ne tani të magjitë e gjërat. Jo, energji negative është njerëz që ju demotivojnë, njerëz që ju mendojnë të shpërqendrojnë, njerëz që janë negativ në përgjithësi, dhe kjo është ai negativiteti që e mendoj. Nga lodhja, ndikimet e jashtme, pra ruaje energjinë tënde. Dhe kalorësi i gurit ka rreth situata se persona që nuk janë plotësisht të sinqertë, të dashur, mos u mashtron nga fjalët e bukura apo paraqitjet. Kontrollo faktet dhe beso tek realiteti, jo tek iluzionet, nga që ky është ndryshe iluzionisti. Pra, jeni shumë të fortë, të dashura krepër, se që mendojmë, zakonisht jo vetëm ju, por ju jeni më të them theksuar në këtë anë. Merr kontrollin dhe mos lejo askënd të manipuloj apo të devijoj nga rruga që je nisur apo e dëshiron. Beso tek instinkti jot apo intuita jote, ajo e di të vërtetën. Ruaj veten dhe energjinë tënde dhe mos u dorëzo asnjëherë. Kujdes të kemi nga njerëzit që nuk janë ashtu siç duken. Pra, aty ku jeni nisur, duhet të besoni në atë rrugë. Atë që e dëshironi, duhet ta besoni që e meritoni apo që mund t'ja dilni. Pra, çfarëdo që flitet pas, para apo anash, nuk ka rëndësi, të qëndroni të fortë ashtu dhe siç jeni, t'i besoni intuitës tuaj.